Përshëndetje, po shpresoj që jeni mirë edhe po ju shkon gjithçka mbar. E kemi nisë këtë maj, e kemi nisë këtë muaj në mënyrë të mrekullueshme. Të paktën koha është jashtëzakonisht e mirë, edhe të njëjtën kohë po e nisim edhe me një super energji me sesionin e radhës. Po ju uroj mirë se ardhje, tashmë veç jemi mësu edhe po e dim se si funksionojnë këto sesione. Menzi kam prit me pas edhe sonte këtë sesion, edhe po ju përshëndes, po i pres vetëm edhe pak, sepse e di se edhe disa do të bashkohen, edhe po fillojmë. Kam marrë disa pyetje se çka është meditimi, pse është i rëndësishëm meditimi, pse na përsëriten disa ngjarje nga e kaluara, pse ko pas kohe na duket që po ngritemi në energji, po të njëjtën kohë po na zbret energjia, ose ndoshta nuk po muj me mbajt veten në një gjendje stabile, po ka lëvizje të madhe ndoshta emocionale ose çka do të qoftë tjetër. Kështu që përveç kësaj ka pas edhe pyetje rreth emocioneve, po ashtu pse është shpeshherë edhe një ndjesi sikur e një boshllëku ose çka do të qoftë tjetër. Kështu që gjithçka që ka të bëjë me zhvillimin ton personal, gjithçka që ka të bëjë me mirëqenien ton, do ta diskutojmë bashkë. Sesione të tilla do të mbajmë kohë pas kohe, edhe çdo pyetje që kemi nevojë edhe më tepër edhe më thellë do ta diskutojmë. Kështu që po nisim kadal-dal, edhe pse po e vrej që veç po shtohen njerëz, po prapë po respektoj pjesën e orarit dhe po fillojmë ngadalë. Çka sot do të kemi bashkë është fillimisht do t'japim një sqarim, për shkak se tema e sonshme u bazova shumë te pyetjet që i morra dhe vendosa që ta titulloj pse është e rëndësishme puna me veten. Për shkak se po dëgjojmë shumë puno me veten, bënë këtë aktivitet, ushqehu kështu, ndjekë këtë program ose çka do qoftë, dhe për mu ka pas gjithmonë shumë rëndësi me e ditë arsyen pse po du me bë diçka. Jo veç me e bë, po pse po du me bë diçka. Kështu që kur e dim arsyen pse po doj me bë diçka, atëherë gjithçka tjetër është shumë më e lehtë. Kur nuk e dim pse po doj me integru diçka, pse po doj me bë diçka, atëherë është pak më e vështirë, dhe zakonisht kur ka gjysa rrugës, fillojmë heqim dorë, është shumë më e lehtë me heq dorë prej çka do që po doj me integru një jetë, me ndru diçka, për shkak se nuk e kemi qartë pse kemi hyrë. Kështu që prandaj e pa shumë të arsyeshme që me diskutu se pse është e rëndësishme puna me veten. Pse është e rëndësishme me pas ndoshta një rutinë të mëngjesit, një rutinë të mbrëmjes, ose gjatë përditshmërisë, pse është e rëndësishme me pyet veten kohë pas kohe çka të pëlqen me bë, ose çfarë aktiviteti sportiv ose çka do qoftë. Do thotë gjitha këto pyetje dhe gjithçka që ka të bëjë lidhje me ata se pse është e rëndësishme me punu me veten, do të flasim sonte. Fillimisht, punën me vete nuk na shfaqet, puna me vete nuk na shfaqet ndoshta gjithmonë si nevojë. Personalisht për veten ndoshta në një moshë caktuar, ose edhe nëse na shfaqet nuk dim as vetë ndoshta me e kuptu se po e kemi nevojë. Kështu që si na shfaqet fillimisht mundet me qenë në formë të një pakënaqësie, thjesht e vren veten që s'po ndihesh i mjaftueshëm, s'po ndihesh i kënaqur, s'po ndihesh i plotësuar në një vend pune, në një relacion, në çka do qoftë në jetë. Do thotë, nëse je në një pikë ku ti po e vren që diçka nuk je i kënaqur, diçka po ta jap ndjesinë sikur të mblokimit, çka do që ti po bën, prapë po e ke ndjesinë sikur nuk po mundesh me lëviz, nuk po mundesh me integru gjëra të reja, atëherë e di që për atë moment mundet me të dogë që ndoshta nuk është të funksionu, nuk është diçka e duhura, po ajo është sinjale që trupi yt, shpirti yt, vetvetja jote po don një rritje më të madhe, po don me shku nalt e më nalt, edhe prandaj trupi vet, shpirti vet po ta jep si ndjesi që merr puno pak më shumë me veten. Çka i bën kjo me punu pak më shumë me veten, e kemi cikël në sesionet e radhës, tu janë nis prej trupit, prej mendjes, pastaj edhe të shpirti, prej aktiviteteve fizike, prej ushqimit, prej kujdesit që duhet ta kemi edhe mënyrën se si flasim, se si integrohemi në biseda, çka lejojmë veten ndoshta gjatë krejt kohës me mendu, ajo është pastaj si rezultat i asaj nevoje që na paraqitet që me punu me veten. Do thotë se hapat e parë të punës me veten, na i keq kuptojmë. Mendojmë që po e ndjejmë një dhimbje, po e ndjejmë një boshllak, po e ndjejmë një tension për shkak se diçka nuk është në rregull. Realisht
diçka është të dasht me ndryshu, diçka është të dasht me u përmisu, diçka është të dasht me ushtu. Prandaj trupi, shpirti, mendja, po ta jep si sinjal, ndoshta na i thojmë si dhimbje, si maltretim, si ngërç, si nervoz, por realisht trupi, shpirti, mendja është të dasht që na me u ngrit një nivel pak më të lartë dhe prandaj po e ndjejmë ndoshta si nevojë me ndryshu diçka në jetën tonë. Kështu që nëse të është shfaq si nevojë, si dëshirë me ndryshu diçka, atëherë pikërisht ky sesion po shpresoj që do të ndihmoj që të fillosh ta integrosh shumë më shumë çdo ditë ndryshime të vogla, do thotë jo me bën ndryshime drastike brenda ditës, por ndryshime të vogla ngadalë. Është shumë e rëndësishme kur fillojmë me punu me veten, me pas shumë të qartë që jetojmë në këtë jetë sikur me një velo iluzioni. Çka nën kupton kjo? Sikur unë që i kam syzat momentalisht, nëse i largoj, patjetër që shoh pak më pak. Nëse i vendosi, shoh pak më kthjellë, shoh pak më shumë. Njëjtë është edhe kjo veloja e iluzionit, është sikur një par syza me angjit vetes. Zakonisht kjo velo e iluzionit fatkeqësisht nuk ka vetëm bindje të mira, nuk ka vetëm ndjesi pozitive. Zakonisht dhe fatkeqësisht kjo velo e iluzionit është qatë shumë e formume prej frikave, prej stresit, prej traumës, prej çka do qoftë që jeta aktualisht mundet më na sfidu, sa që na mendojmë që ajo është realiteti jonë. Na mendojmë që nëse po ndihna zakonisht lot, ngarkushëm ose çka do qoftë, ajo është realiteti. Po kthejna prapë të ky shembulli i vellës së iluzionit, kjo nën kupton që ajo është vetëm sikur një perde me aqit vetes, sikur një par syza me aqit vetes që nuk është dioptria jote, do thotë nuk është realiteti yt. Kështu që duhet me pas si hap të parë, fillimisht shumë kujdes kur fillojmë me e pa veten se çish po nihemi, me dash me ndryshu diçka, me fillu që të vellën e iluzionit, që të farë si pëlhure me e kqyr. A janë bindjet e mia, a janë do të thotë mendimet e mia, a janë ndjenjat e mia, a janë frika reale të mia, apo është një far vello, një far pëlhure që unë e ku marr për shkak të rrethana, për shkak të ngjarjeve që më kanë ndodhur e gjithçka tjetër. Kjo nis nga fëmiria e hershme. Në atë periudhë ku na nuk jemi as vetëdijshëm ndoshta se çka është mirë, çka është keq për neve. Kështu që i marrim mirë si sfungjer, marrim gjithçka, edhe kështu gradualisht na krijohet kjo velo e iluzionit që nën kupton që ndoshta realiteti është krejt tjetër, po na çet shumë jemi të ndikum prej rrethit, prej ambientit, sa që harrojmë ndoshta edhe çka janë gjanat tona të preferuara. Harrojmë ndoshta edhe gjanat më të thjeshta, nuk dim ndoshta as cili është ushqimi jonë i preferuar, cilat janë preferencat tona për shkak se shkojmë me çet turmën, me çet vellën kolektive. Kështu që hapi i parë, gjëja e parë që duhet me pyet veten kur diçka po dojmë ndrru në jetën tonë, është me përballë veten me të gjitha bindjet, me të gjitha frikat, me të gjitha mendimet, me shiku a janë të mijat apo janë dikujt tjetër. Për shembull, nëse jemi të pas frikë me ndrru vendin e punës, unë zakonisht i marr këto me vendet punës që me qenë më neutrale, nëse po kemi frikë ndoshta me kërku një rritje page, nëse po kemi frikë me shpreh një mendim ose diçka, pyet në veten, që aty është çelësi me pyet veten, nëse është frika shumë e madhe dhe thjesht po të mblokon, nuk po të lën me bë atë kërkesat ndrym, pyet veten prej kur e kam këtë frikë. Dhe mua gjithmonë që më ka ndihmuar është me pyet veten çka ndodh me mua nëse e marr hapin, çka ndodh me mua nëse nuk e lejoj këtë frikë me mbulu, po thjesht e shfaqi veten edhe shkoj në një nivel ndoshta nalte më të lartë për arsye se çajo frikë është sikur një lum që është rrjedh edhe i kemi vendosur shumë gur, ajo nuk e lën lumin me rrjedh njëjtë. Kështu është edhe me jetën tonë. Kështu është edhe me çdo aktivitet ose gjithçka që dojmë integru në jetën tonë, për shkak se na vetë bëhemi pengesa. Po çysh vim deri te kjo pengesa është tu u bazu në bindjet, në mendimet, në gjërat që na kanë ndodhur qysh nga fëmiria e hershme dhe na realisht mendojmë që ato janë vërteta. Çka vjen kjo në një gjuhë pak më të thjeshtë. Për shembull, ekziston bindja që nuk mundet ndoshta prej jetës me marr më shumë, nuk mundet prej një pune me u marr më shumë, nuk mundet me u kërku në një relacion një dashuri më e sinqert, një përkujdes më i madh ose çka do të qoftë. Pse? Sepse jemi të bindur që çaq dohet.
ç'është mjafton, aq është mjaftueshëm. Dhe nëse fillojmë edhe e hapim mendjen pak më shumë, e shohim që jo, ka gjithmonë shumë më shumë, ka mundësi me u ngrit lart e më lart në profesion, ka mundësi për një relacioni me marrë shumë më shumë. Po kur marrim shumë më shumë, kur e largojmë çit vellën e iluzionit. Çka është kjo velloja e iluzionit? Janë komplet frikat, komplet komplekset, komplet gjithçka që na ka ndodhur dhe na e kemi leju pa jasit një filter, vetëm e kemi pranu si kur të vërtet. Kështu që, momentin që e ndje nevoja me ndryshu diçka në jetën tënde, është shumë e rëndësishme, kur do me marrë vendimin me ndryshu diçka, edhe vrejnë që po ki frikë, që aty është çelësi që me pyet, a është bindje imja, a është frike imja, a është mendimi imi, apo është mendim që ndoshta unë e kum dëgju nga bota që kjo gjë nuk funksionon, edhe thjesht vetëm e ku marrë të gatshme si shablon. Kështu që nëse e identifikon që po jeton në shablon të botës, të energjisë, të gjanave kolektive, atëherë nëse është shumë e vështirë vetëm me mendje aty për aty me mendu, shënoje, unë e kam këtë bindje për këtë kështu. Dhe e vrejnë që çdo ditë bësh më i qartë, më i kthjellët. Dhe pastaj të rritet vetbesimi, sepse çelësi është një jetë, gjithçka është vetbesimi. Po e patëm vetbesimin e lartë, neve nuk na ndal kur gjë. Do me thonë, të din me kërku një çka do qofë më të madhe për jetës. Din me komuniku, din me shfaq mendimin tënd. Aty ku ti e shfaq mendimin tënd, aty komplet merr pastaj mbrapa ato që po e kërkojnë. Do thotë gjithçka është e vetbesimi, po vetbesimi nuk është sikur një tablet po e marr, po e pi edhe kthehet vetbesimi, ose thjesht po e lexoj një libër, ose thjesht vetëm po e dëgjoj një podcast, ose po e baj një bashkëbisedim me dikën. Jo, vetbesimi rritet shkallë, po qysh me ardh deri te çajo pikë që ti fare nuk ndjen më frikë, lirohesh, relaksohesh, nihesh mirë më mirë, nuk ke fare frikë ta shpresh mendimin tënd, kërkosh diçka, kërkosh më shumë dashuri, t'japësh më shumë dashuri, është momentin që rritet vetbesimi, dhe si po rrit ka vetbesimi kur e largojmë çet vellën e iluzionit, çeto bindje që nuk janë tonat. Është njëjtë sikur me rrobat. Nëse unë du me vesh diçka që vrej që nuk është për mu, po e veshi me zor, atëherë është që kjo është njëjtë sikur çto mendimet, edhe çto bindjet, edhe çto frika që po tentojmë i marr të botës. Kështu që pyet e veten, kjo bluzë apo më pëlqen mu dhe ta veshi? Nëse përgjigjja është po, banë njëjtë edhe me mendimet, banë njëjtë edhe me bindjet, banë njëjtë me gjithçka në jetë, me çdo gjë në jetë, pyet e veten. Është e lehtë sikur te rroba, te ushqimi që pyet veten apo të pëlqen, banë praktikë jetësore me pyet veten këto mendime, këto bindje, këto frika dhe gjithçka tjetër, a rezonojnë me mu, apo janë vetëm shablone, frika, instalime që jenë marrë qysh nga fëmiria e tutje. Zakonisht në fëmiri merren më shumë ti, pastaj në adoleshencë, në pubertet adoleshencë, në kohën e pjekurisë, ato vetëm shkojnë edhe vërtetohen, sepse ti brenda e ki frikën, të ndodhin ngjarje, sepse jeta normal që sjell ngjarje, nuk sjell ngjarje të buta, po sjell edhe gjëra pak më të egra që zakonisht na i shohim të tilla, por realisht ato janë vetëm më na forcu dhe më na ngrit nalt e më nalt. Kështu që kur jemi në fazat e tilla pak më të ndihshme, do të thotë, ti e pyet veten, unë si fëmijë kom mujt më friksu për kësaj ngjarje, unë si adoleshent kom mujt me pas frikë këtë ngjarje, po për momentin unë tash jam i rritur, tash e kam jetën tem në dorë dhe nuk kam nevojë me pas frikë, me shpreh mendimin tem, nuk kam nevojë me pas frikë, me reagu ndoshta aty ku duhet, ose thjesht me kërku pak më tepër, edhe prej vendit të punës, edhe prej relacioneve ose çka do qoftë. Kështu që me mujt me bëj diferencën, a jam unë ky personi i rritur që jam të u friksu, apo është diçka brenda meje që kam bet nga e kalumja. Do thotë, nëse arrini në këtë sesion këto me e kap, me nda veten, jo me thonë, unë jam këto ndjenja, unë jam këto mendime, unë jam këto ndjesi, po sikur një ndarje me e bë në mes të asaj frike, asaj ndjesie, asaj mungese, dhe vetes tone që është pak më e fuqishme. Dhe kur e bëjmë këtë ndarje, është sikur me qenë dy persona, dhe kjo vetja që është më e fuqishme, kjo vetja që po don me shpreh veten pak më gjallë, pak më fuqishëm, është sikur me i fol asaj vetes tjetër që po ka frikë,
edhe është sikur një motivim dhe inspirim që ja jep. Është sikur një fëmijë i vogël kur çan ose dikush që nuk është mirë, që t'i afrohesh kadalë edhe merr me të mirë, e relakson dhe e vrejen që gradualisht ai qetësohet. Na duhet më mësu qasaj vetes tonë brendshme, qasaj që po ka frikë me marr hapin, qasaj që po ka frikë me u ngrit në alte manat, qasaj duhet me mësu edhe me i fol. Sa ma shumë mësohemi me i fol vetes tonë, aq më mirë kemi me pas punën me botën për rreth. Sepse është tendenca të nroj njerëz për rreth, të nroj gjana për rreth, e atëherë ka me qenë gjithçka mirë brenda meje. Jo, është e kundërta. Nëse punojmë brenda vetes, nëse jemi të butë, nëse jemi të kujdesshëm, nëse jemi mbi të gjitha të vëdishëm, çka janë bindjet e mia, çka janë mendimet e, çka është e jemja dhe çka është e botës, çka është të ndalu, atëherë kur bëhet kjo kthjellësi, automatikisht fillon vetbesimi rritet çdo ditë nga pak, rritet entuziazmi brenda. E keni pas shpesh dëgjojmë njerëz, ndoshta edhe vet, kemi momente që veç thjesht nuk kemi dëshirë me bë kurrë. Thjesht nuk e ndjejmë me marr hapin me bë diçka të re. Po është sikur në loop, në jetë një rutinë sikur në loop. Është okay, nuk duhet me sforcu veten nëse ka momentet e tilla, por nëse për një kohë tepër të gjatë e kemi atë ndjesi, sikur pa vullnet ose çka do qoftë, atëherë që aty është momenti fillestar që me pyet veten, çka po du me bë më ndryshe. Ndihmon shumë edhe shkrimi. E di që ndoshta shumë njerëz thonë, jo, unë mendoj me kokë. Është okay, unë nuk ndërhyj ajo pjesë se cili e gjen mënyrën e vet, por kur ti e sheh veten tu shkru planin ose thjesht mënyrën se si po don me uni, ose thjesht vetëm me qenë i sinqert me veten. Si po është jeta ime, si po nina çdo ditë, si po flas çdo ditë, si tek e fundit si po i flas vetes, sepse e kemi përmend, jemi ndoshta të kujdesshëm me njerëz që flasim, jemi tepër ndoshta të afër, tepër të kujdesshëm edhe kur flasim, edhe si u qasemi, e kur vjen puna me veten, shumë shpesh jemi shumë shtrëngus, jemi shumë maltretues me veten. Kështu që me pyet veten, a jam tu i fol vetes në një gjuhë që ndoshta më kishte ndihmuar shumë me u rrit, apo jam tu i fol vetes në një gjuhë që është vetëm të ul poshtë ma poshtë. Nëse vetëm kjo pyetje analizohet pak, çysh jam tu i fol vetes? Nëse po bëj ndonjë gjë gabim, nuk po ja dal një punë, nuk po i kryj ndoshta gjitha taskat ose detyrat e përditshme, apo i flas vetes me shumë inat, apo thjesht po e motivoj veten që është në rregull, apo e shikoj çka kryta, çka përfundova dhe po e duhet trokas veten, apo thjesht vetëm po nal në atë pika çka nuk përfundova. Ka shumë rëndësi mënyra e perspektivës se që shohim veten. Tash nuk po tham me u mjaftu me pak, me u kënaq me pak, edhe me duar trokit vetëm ato pak gjana çka i kemi bë, po nuk e krijum një ndjesi, një ndjesi të relaksit, një ndjesi të dëshirës për me bë gjana të tjera, një ndjesi që është në rregull çka punova, tash më i mështu edhe më tepër, atëherë vetja jonë fillon edhe e krijon një monotoni brenda dhe nuk bashkëpunon, sepse thotë ti s'po vlerëson për çfarë që po i bëj, edhe nuk bashkëpunon që me vazhdu edhe më na ndihmu tutje. Patjetër që don disiplinë, sepse shumë njerëz e ngatrojmë disiplinën me motivim. Unë e kam një shprehje, tham gjithmonë duhet me motivu disiplinën. Çka i vjen kjo me motivu disiplinën? Shpesh shumë shpejt mundemi me u motivu. Për shembull, e sheh një video, e lexon një libër, bën diçka dhe motivohesh, mbushesh energji. Edhe si të bëhet 1 orë, 2 orë veç bjen motivimi. Pse bjen motivimi? Sepse atëherë duhet me hyrë në shprehje disiplina. Po don me integru një aktivitet fizik, ushqim të shëndetshëm ose çka do të qoftë, çka do që po don ti me integru në jetën tënde. Po nuk e disiplina, po nuk e motivum disiplinën, atëherë motivi është aty sikur ai zjemi që merr shpejt hov edhe shuhet. Kush e mban çat zjemin në ritëm edhe në formën e vet është vetëm disiplina. Kështu që patjetër me qenë të butë, të dashur me veten, po me vedijet e plot që mundemi edhe shumë a shumë. Nëse po dojmë me integru diçka të re, gjithmonë e flas nëse në jetën tonë menojmë që mujmë me nxjerr shumë a shumë. Dhe kur po e tham këto, unë e di që mundemi gjithmonë shumë e ma shumë, sepse patjetër që jemi arën këtë jetë me hangër, me pi, me u riprodhu
dhe gjithçka tjetër, po prap mundemi, pa tjetër që mundemi edhe ma shumë se kaq. Pa tjetër që mundemi me bë krijime, me bë gjëra të mrekullueshme, me lanë edhe me ndodhe me komunitetin. Kështu që pa tjetër që ka mundësi. Po nëse po e ndjen nevojën me bë diçka të re në jetë, atëherë fillo me hapa praktik, fillo me hapa të vegjël dhe nëse nuk e ndjeke prej fillimit video, nëse je qas tash, ndoshta kurdo që ke kohë, mundesh me shiku sidomos pjesën e parë ku e përmenda e sqarova çfarë është velloja e iluzionit. Është ato syza që ja vendosim na vet jetës, se si po dojmë pa jetën. Shpesh herë vet na jemi pengesa e vetvetes që me shëru veten, me relaksu veten, me motivu veten, me ngrit veten në nivel naltë më nalt. Dhe i kthejmë krejt gishtat ka bota, mendojmë që bota na ka faj. Në disa raste varen gjanat edhe nga rrethanat përreth, po prap në fund të ditës na mundemi me i pranu njerëz, me i pranu situatat ashtu qysh janë, me i pranu, nuk do me thonë patjetër me leju gjithçka, sepse mundet pastaj me të pengu jetën e përditshme, me i pranu, sepse nuk muj me ndryshu, po e shihni sa vështirë po është me integru diçka në trupin ton, e lema me provu me ndru dikan tjetër, po çka mundemi me bë është kur e kemi një plan për jetën e tonë, nuk po tham me pas plan 100%, sepse jeta është spontane, duhet me lënë me rrjedh, po pak a shumë me pas një strukturë se si po dojmë me undi, si po dojmë me mendu, cilat janë planet tona, çka na pëlqen, jo patjetër çka i pëlqen botës. Përballë çdo situate pyet veten, a më pëlqen mua botës ashtu i pëlqen, është trendi që po e lyp. Dhe nuk po them që është gabim, po si rezultatet fundit të psikologjisë ose çka do qoftë të zhvillimit personal, po del në pas sa shumë ka depresion, angth dhe sëmundje tjera të njeriut për shkak se po harrojmë me pyet veten çka është taman për mua, cila është thirrja jam, cila puna jam. Do me thonë është ta bëjmë punë, bëjmë gjana për kohë të gjatëse, për kohë të shkurtë është okej, ndoshta duhet shpejt me punu, me kry punë, po e kam fjalën nëse zgjedhim me kry punë, me marrë profesione që ndoshta aq shumë na maltretojnë, aq shumë na thithin energji, patjetër që ajo kalon pastaj pas një kohe në lodhje, në monotoni, në plagështi, kështu që gjithmonë po shihni sa ka rëndësi me jetu në vedije të plot. Shka i vjen me jetu në vedije të plot, sepse duket si term që nuk muj me e kuptu, me jetu në vedije të plot është me pyet veten kohë pas kohe, a jam këtu, apo jam me mendime dikun tjetër? A janë këtu preferenca, dëshirat e mia, apo janë të dikujt tjetër? A është kjo jeta që unë po e du, a jam të jetu jetën e dikujt tjetër? Do me thonë, po e shohim, nuk janë pyetje pe qiellit, nuk janë pyetje që na nuk i dim, po është si ky iluzioni i jetës, i botës që gjithçka shpejt, gjithçka veç mu duk, gjithçka vetëm me u kry, me u përfundu, që shpesh po na i mblokon pamjet, po na i mblokon komplet resurset tona, që na veç me këshyr sikur për shpejt, sikur veç të kry shpejt, po nis diçka kry shpejt, të mos e dit as ka jemi të shku. Dhe prandaj që kjo shkputja me veten që po e kemi, që nuk po e dim as ku jemi të shku, ajo pastaj kthehet edhe në smundje ose çka do. Do me thonë, kthehet në diçka, në fakt unë gjithmonë tham, edhe smundjet edhe gjithçka është një farë mini dhurate që është të pështjellë në brenda asaj smundje, e di që t'ingllon shumë e palogjikshme, po edhe smundja në vete e ka një mesazh. Çka nën kupton kjo që me kthy syt ka vetja, me punu me trupin fizik, me ushqy veten shëndetshëm, aktivitet fizik, me punu me mendjen, e kemi përmend. Mendja është një jetë që shkatërron gjithçka nëse përdoret keq, dhe të njëjtën kohë krijon gjithçka nëse përdoret mirë. Kështu që na dim shumë mirë me punu me kompjuter, do me thonë kuptojmë aq fuqishëm, e po harrojmë që trupi jonë është një lloj kompjuteri. Kështu që çfarë do të më bëj, do të më mësu veten se si funksionojmë. Po e mësum veten se si funksionojmë, e kemi pastaj shumë të lehtë me instalu, me hek disa programe të vetja që nuk na pëlqejnë dhe me instalu disa që po na pëlqejnë. Dhe patjetër me hapa shumë të vegjël, ngadalë, edhe nuk ka se si të jetë pastaj ndryshe. Okej, po i shoh që edhe disa po shtohen, faleminderit shumë për fjalët e mira, po ju përshëndes edhe unë shumë mirë se erdhët, e di që disa u inkuadrut me vonesë,
po që kushdo që ka pyetje mundet me parashtru, unë thjesht po vazhdoj ata që e kam në plan. Po ashtu, njëra prej pikave që më është parashtu si pyetje për këtë sesion ka qenë pse ndihna zakonisht shumë në lodhje, ose pse nuk kam vullnet ndoshta filloj diçka të re. Kjo vjen fiks po kthejna prapë te çaja që thash më herët, kur ndoshta realisht nuk e pyesim veten pak më sinqerisht që a është kjo që unë po du me e bë? A është diçka që si të zgjohesh me ngjes me pyet veten, a muj sot diçka me bë ma ndryshe që me unë ndi pak ma ndryshe. Të sesionet e mia, ose kushdo që më takon, ose çka do qoftë, gjithmonë keni me ma dëgju një fjali. Mënyra se si mendojmë na sjell ndjenjat tona. Mënyra se si njihemi na sjell deri te marrja e vendimeve në jetën e përditshme. Mënyra se si marrim vendimet është komplet jeta jonë. Kështu që gjithçka po fillon me mendimet, kështu që me e pyet veten vazhdimisht, a sillna në mendimet e njëjta? Nëse sillemi në mendimet e njëjta, çka i bën kjo? Nëse sillemi në mendime që nuk ja dal, nuk mundem çka do qoftë, që aty me provu edhe me pyet veten që sa vite janë këto mendime, që sa kohë, ku po më dërgojnë, çka po më sjellin. Dhe nëse në atë moment ti e kap veten që po i ki mendimet e njëjta, atëherë që aty fillon puna me veten dhe që atë lodhjen, që atë simolisje që po e nin, ti automatikisht është sikur me shkund, sepse je tu jap trupit, je tu jap mendimeve tua diçka të re, dhe momentin që e shkund, ti automatikisht është energjia e trupit që gëzohet që ti për herë të parë je tu e çu një mendim të ri. Kështu që unë po nalna pak ma thellë sonte, nuk po hyte lodhja fizike, për shkak se ato i dim shumë mirë, po du me tregu nga një kënd vështrim tjetër pse vjen deri te çaja lodhja. Vjen deri te çaja lodhja sepse është rutinë, është sikur një lup çdo ditë e njëjta. Është sikur me u lodh shpirtin nga njëjta gjëna. Kështu që çka duhet me e bë, është kjo vëzhgimi i mendimeve, vëzhgimi i mënyrës se si po ndihna çdo ditë. Sonte do ta kemi bashkë edhe një teknikë që është shumë interesante e meditimit, po jo vetëm e meditimit, sepse mu shumë më pëlqen me nda gjana që mundeni me i bë dhe me sy hap. Jo gjana që ndoshta i bëjmë praktika, teknika që sonte i bëjmë nesër harrohen edhe nuk ju hynë fare në punë, po gjana që ju mundeni dhe i keni gjithmonë me veten. Për shembull, nëse po ndiheni emocionalisht të mbllokum, prej këtij momenti mos e sheh më sikur emocione që po të ngarkojnë, po të mbllokojnë, po shehe si mundësi që me u ndal edhe me i kthyer ato emocione. E di që jemi mësuar sikur krejt njerëzimi, kur na vjen ndonjë ndjesi, kur na vjen ndonjë emocion që po na maltreton pak, ose po na sjell pak frikë, ose po na sjell pak trishtim, ose çka do të qoftë, na me nrru, domethënë me nrru mendja, jo le, në shoni muzikë, del ban diçka tjetër, e shumë, domethënë e shtin sikur populli thotë e shtin në RTP atë emocion. Dhe e dim, gjithçka që futet për një kohë gjatë në RTP, mbulohet, dikur shpërthen. Njëjtë është edhe me emocionet. Kështu që, sa herë del ndonjë emocion, sidomos në ndonjë situatë ku jeni ma sensitiv, ku jeni ma tensionum, ku jeni ma nervoz, ato emocione mund me ose edhe kur jeni shumë mirë, jeni në plazh, në një ditë të bukur me diell, edhe veç dalin emocionet, që ato që jenë shtyp. Kështu që, nëse prej këtij momenti e tutje të vjen ndonjë emocion që është pak ma i ullt, thjesht po të krijon një dhimbje, një tension çka do të qoftë, merre sikur një foshnjë të vogël që është të çajit, një foshnjë nëse çan ose një fëmijë nuk e largon me qit një dhomë tjetër, që shpëbojmë me emocione që po shpërqendrohemi, po bëjmë diçka veç me hek prej mendjes, po atë foshnjë e merre përqafon edhe e lejon ndoshta thjesht me kryqat vajin e vet, provon me qetësu, provon me relaksu, edhe e vrejen që një moment pushon. Njëjtë është me emocionet. Kështu që nëse është e vështirë me e kuptu, po e përsëris edhe një herë se është tepër e rëndësishme. Kur shfaqen emocionet e ulta, është dhurat që është të ta jap trupi me ul me punu me ato emocione. Është diçka që është mbajtë mbyllur qysh ndoshta kur ke qenë fëmijë. Kështu që tash nuk jemi më fëmijë, nuk kemi nevojë me pas frikë, nëse po dojmë me arrit potencial më shumë, nëse po dojmë me marr nga jeta më shumë, nëse po dojmë me pas shëndetin e plot, lumturinë, pasuri ose gjithçka ka në këtë jetë që mundemi me marr, atëherë fillimisht duhet mja nisë me pa si po nina, si nihna ane, konstant brenda mujit, si nihna.
Dhe nëse edhe shkoni keni me e vrejt, është një ngjesi e njëjtë, është një monotoni ndoshta e njëjtë, ndoshta ka njëherë ka ngritje, po prap ka ulje, shfaqet çajo lodhja, çajo molisja, pse se nuk jemi të jap hapësirë që aty në emocioneve, dhe nuk ka vetëm me u ndi mirë, sepse në jetë nuk ka me hangër vetë sheqer, prandaj është edhe kripa. Është shembull, gjithka kemi shembuj, veç nuk i shohim. Do me thënë edhe kur ka emocione ma tolta, me i pranu njëjtë, sikur kur ka emocione të mira, dhe çaj balansi pastaj na lën komplet me pas një çajo velloja që e përmendëm në fillim, ajo fillon me ra, çatu bindje, çatu mendime, çatu frika fillon me ra, dhe për herë të parë ti fillon me kriju një vello tonë. Ti fillon me i bardh syzat, tash po e kuptoni çka po i vjen, me i bardh syzat, me shiku jetën nga ato syza që janë të përshtatshme për ty, nga ato që është mënyra më e mirë se si ti me marr më shumë për jetës. Jo me pa jetën vetëm me ankesa, me vujtje ose çka të qoftë. Unë jam e vetëdijshme që të gjitha ekzistojnë edhe kur s'kan munal. Fati i keq është që kur s'kan munal. Bili sa më shumë që kemi më marr metodë, kemi me jetu në frikë dhe në maltretim, ato veç kanë mushtu, se që aty ku shkon fokusi, që aty shkon energjia. Kështu që nuk është shumë e vështirë, çdo ditë nga pak, ama çdo ditë nga pak, nuk është vetëm një natë, një sesion edhe me elan, çdo ditë nga pak, me pyet veten, a jam të zgjedh me pa veç terë ze, apo po du me pa dhe diçka që është e mirë brenda kësaj vellojes që është kriju në përbot. Okej, atëherë, lloji meditimit ose mënyra praktika që thash mundemi me bë me sy hap, është me vëzhgu veten, ndoshta për herë të parë në jetë, është teknikë e jashtëzakonshme, që dhe tashun ka po flas, dërgon edhe mendjen në trup, dërgon edhe mendjen në mendje, edhe ndjen e energjinë e trupit, atë ndjesinë e trupit, a është si për ngut, a është të lyp sikur me ik dikond, pët në veten gjatë ditës, nëse është e vështirë me u përqendru, munden edhe me i mbyll syt, po ashtu kështu kemi me bënë meditim, veç po du m'ja u sqaru se çka në kupton, sepse është teknikë e jashtëzakonshme, me pyet veten, apo rri gjithmonë sikur në nxitim, është energjia e nxitimit thirrët në psikologji, çka në kupton, brenda vetës nëse e pyet veten, nëse i mbyll syt, mundeni me i mbyll syt, edhe me pyet veten, a e kam një ndjesi ose një energji brenda trupit, sikur me qenë gjithmonë për ngut, sikur më mprit 100 punë gjithmonë, sikur unë nuk po ja dal. Do thotë mundeni me identifiku, dhe nëse e vrejnë qatë energji me sy mbyll, sikur është tepër e shpejt, sikur është tepër e furishme, gjatë ditës, pikrisht kur e vrejnë që është ajo energji tepër si lavë e shpejt, provo me paramenu sikur gjethet që binë në vjesht, provo me paramenu që ajo ndjesi, që ato emocione, që ajo gjendje, sikur po valvitet, sikur ka dale, po bjen, po relaksohet, edhe ti nije në për trup, komplet, nëse ka shumë mendime, nije sikur po bin, sikur gjethe, sikur po bin, po valviten, sikur ka dale, energjia në për trup, ka dale, po valvitet, edhe qaja e furia e madhe që po është, ti e ki ndorë me nga dalësu. Çka është efekti i kësaj? Sepse mu nuk më pëlqen thjesht mi nda vetëm si teknika pa tregu çka është efekti. Në fillim, mundet me të duk shumë e vështirë, mundet me të duk jo shumë e rëndësishme, unë gjithmonë thamë provoje, mos më beso, po me kohë ti e vrejnë edhe kur donë me reagu shumë i ashpër ose e ashpër, kur donë me reagu, do me thamë që masane i bjen pishman thu pse reagova që ashtu ku mujtë ma qetë, është përshkak se që ajo energjia brenda që është si me furi, që ajo është që të ka shty me reagu, me plasme një herë pa me ndu. Kështu që kjo praktik që thash me vëzhguqit energjinë e nxitimit brenda vetes, ta mundëson në jetën e përditshme, bë shumë i vetëdijshëm, që a jetu reagu me mlef me impuls, apo tashma sikur të mësosh trupin me relaksu, mendimet, sikur gjethet, sikur një puhi, ti edhe reagimin ki me fillu me pa një jetë përditshme, do me thonë e nxan veten që jetu reagu pak ma qetë, jetu reagu pak ma ngadale, jetu pas mundësi mendja jote, mbas fal kësaj teknike, mendja jote krijon neurone të reja, krijon lidhje të reja në tru që hejune nuk pas na nevojë gjithmonë me reagu aq furishëm,
po trupi krijon lidhje të reja, krijon relacion të ri, çdo që lidh njëra me tjetrën, që përballë asaj euforie që e mësu gjithmonë, ndoshta shumë si me fortunë, për shkak të këtij relaksi që relaksove energjinë, pastaj interpretohet në jetën e përditshme të krijohet një parqetësie. Dhe rezultati i kësaj është të e vren që sa shumë energji kemi qut dëm të reagu. Dhe me thonë, pyet e veten, a jam të jetu në reagim? Dhe me thonë, të vjen një mesazh, të vjen një përgjigje, të vjen një pyetje, edhe je vup në reagim, apo je të e bën një farë pauze në mes çatij mesazhi, në mes të reagimit edhe vetes. Që kjo pauza në mes është që valvitja e lehtë e energjisë. Po shpresoj që është të qartë, do ta bëjmë edhe në meditim, për shkak se është tepër e rëndësishme me e kuptu dhe po e shoh që erdhën edhe disa të ri, po që mundeni me po videon ndoshta edhe më vonë, për shkak se është shumë teknikë mirë që mundeni me bë edhe me sy hap. Unë gjithmonë them, të gjitha teknikat, ju gjeni teknikat, a është meditim, a është lutje, është çka do, unë nuk përzin atë e pjesë, ju gjeni çka ju përshtatet, ama gjeni, sepse ka shumë rëndësi që me e largu qatë vellën e iluzionit, me largu qatë ndjesin që duhet me u kry, vetëm duhet. Jo, njetë nuk ka nevoj, vetëm duhet, e kur ta mrish cakun që për i me i ke kry, a ke pasa njeri dhe shpërët dhe s'ko ka kanë që ke lumëtëria, s'po di qka, tash s'po di qa me botje, tani i shtojnë edhe 100.000 gjana tjera, tu menu që që tjetë tani lumëtëria. Unë nuk po thamos me qi qëllime, sepse është shumë e rëndësishme me qi qëllime dhe me indjek edhe me punu për to, se që ajo bëhet ai drive, ai inspirimi për brenda, po me dit arsyen pse. Kur e dim arsyen pse, qaj është motivi? Atëherë dhe disiplinën muj me majtë, kur e dim arsyen pse po e bëj. Dhe thëtë, kur e dim pse, unë i besoj fuqishëm krijuesit edhe krijimit ti, atëherë unë gjithmonë tham, kur unë e di pse edhe kam jetën e mirë për me bë diçka, atëherë edhe fuqia e tij më ndihmon që me vazhdu tutje edhe me integru edhe me bë gjëra edhe më të bukura për njerëz, për komunitetin ose kanë do qoftë tjetër. Po ashtu, është edhe një ndjesi tjetër që e nim sikur boshllëk, është një ndjesi sikur bosh nga një herë. Nëse që ajo del në si përfaqe, na di me mush. Ato e njën si bosh, tu nuk di që kam, po që tu diçka po e një shumë bosh. Dhe zakonisht, gjithçka që o bosh, duhet mu mbush me diçka. Fatkeqësisht e mbushim me shpërqendrime, me çka do qofta shumë spojciki, po e dini çka. E mbushim, vetëm e mbushim. Me fast food, me tulli far muzike, me tulli far muhabeti, ose çka do qoftë tjetër. Dhe në meditim, ju pa tjetër në vetëm meditim, po çfarë do rutine, qëtu rutina, qëtu teknika që juve ju pëlqen me i bën, po e rëndësishme le të jetë takimi ti me ti, ju një shpërqendrim mes, ti me ti, çka në kupton është nëpërmjet lutjes, a meditimit, a falënderimit, a përqafimit, a çka do qoftë, çat boshllakun që e nin, ti e mbush. Dhe pa tjetër edhe këto do ta bëjmë në meditim, sonte do ta bëjmë në meditim, do ta bëjmë atë ndjesin, atë relaksin e energjisë në trup, edhe këtë ndjesin e boshllakut do ta mbushim. Po nuk e mbushëm me vedije. Çfarë bie me vedije? Me zgjedh, çka po dëgjojmë, çka po këshyrim, çka po flasim, çysh po reagojmë, ajo mbushet pa vedije. Realisht mbushet me një vedije, po me një vedije pak më tol. Çfarë bjen? Rrjedha, lumi i jetës ka dërgon, domethënë nuk e kemi një plan, një ide se çka qysh tek, çysh po njihemi, çysh po mendojmë, atëherë mbushet me gjithçka, mbushet me scroll, mbushet me tëri far informate, edhe kjo pastaj na krijon një farë mjegle, na duket që po dim shumë informata, po të njëjtën kohë, kur po marrim gjanat me zbatu në jetën e përditshme, veç s'po dim ka me janis. E mënyra më e mirë ka me janis, pikrisht unë e bili tham, s'ka sen më mirë se me janis pe zerës, dhe me tham me pranu vetën, me tham po ndihna si mblokum, po ndihna si mboshllak, ose çka do qoftë tjetër, hajde të janisit krijoj emocione të reja, ndjenja të reja, jo me leju me shku me qatë turme në qasaj energjie, po mas pari e relakson, e ndjen vetën qysh po njesh, e pyet vetën çfarë mendime ke, jo me sforcim, me relaks, me qetësi, me një butësi, edhe pastaj që aty ka dale fillon. Nëse kur gjo fare nuk funksionon,
sepse jam shumë e vetëdijshme. Zakonisht kur jemi në vrullin e mendimeve, e deadline-ave, taskave, punës, kjo është e fundit që na kujtohet më ul edhe më marr me veten. Këto jam shumë e vetëdijshme dhe prandaj jap shembull praktik. Po, kërkush nuk na nal 2-3 frymarrje të thella. Kërkush nuk nal, ka mundesh me i bë, me sy hap mundesh me i bë. Kështu që sa rrim edhe e maltretojmë edhe e shtypim veten edhe krijojmë skenar. Çta skenarët janë kogja të rrezikshëm kur i krijojmë, jo mundet me shku kështu, jo mundet kështu, jo këne, jo anej. Thuj po bëj që ta është pak më ndryshe. Çka është pak më ndryshe? Do frymarrje më të thella edhe pyet e veten. Qysh po nihet energjia? Dhe po e pyet e veten, qysh është kjo energjia? Është shumë në impuls, është sikur zjarr brenda, nëse është ashtu, thuajnë e kam vedijen, e kam informacionin qysh muj me rregullu qatë energji, edhe veç provo sikur gjethet në vjesht, qashtu ndije sikur qajo energji prej mendjes, nëse ka shumë mendime, vetëm që ti mendimet sikur gjethet dhe lej me lëviz. Vetëm ndjej energji në trup sikur po lëviz. Dhe kur bëhet pak minuta, tash shka shtu përgjigje, se thu po e tani çka ndodh me këto, kur bëhet pak minuta, ty e ndi një këfjellësi, e ndi një farë energjie të re në trup. Dhe në qatë moment, sepse mendja kur të është në frikë, nuk ka hapësira aty për kreativitet, nuk ka hapësira aty për ide të reja, për zgjedhje të reja, për mundësi të reja. Aty është sikur në luftë me qenë, sikur në dy luftim, po tash ti ke arrit me qetësu gjendjen energjetike, automatikisht edhe valët e trunit janë qetësu, nga beta kanë kalu në alfa, ku je pak në relax, ku je maj aft me mendu ma këthjelt, dhe automatikisht ju të vjen një ide, të vjen një mendim qysh me zgjedhë që është janë. Kështu që, këta shembuj janë thjesht, janë praktik, nuk është që i kom shpikun, i kemi të gjithë brenda trupit, po për shkak që është jeta të shku atë shpejt, atë shumë marketing, atë shumë gjana, atë shumë vetëm për jashtë, të kam, t'jam, çka do qoftë, po harrojmë që qajo tani adi qysh është, sikur dikush më ngrej për një dorë, për njënën dorë, dikush për njënën, dikush për kokë, dikush për kom, edhe qashtu po e kemi ndjesin sikur me u shkput. Nëse është qajo ndjesi, sikur po je i shkputun, hapi parë që mundesh me basht, merri disa frymarrje të thella prej fundit barkut. Nëse s'mundesh me i mbyll syt, thjesht me sy hap, vetëm ndjeje frymarrjen, liraje. Nëse edhe për këto fare nuk të bjen mend ç'a me bë, thuj vetëm me veti, faleminderit, jam këtu. Kjo është vetëm momentale, është një emocion që është momentalisht të ndodhë. Do me thonë, ti gjeje një mënyrë, ti gjeje një fjali si i flet vetës, ti gjeje një butësi si i flet vetës. Unë e kam gjithmonë atë dëshiren që me ju qas vetës me fjalë, me gjuhë, me butësi që shpirti jam ka nevojë. Jo pa tjetër 100.000 teknika, po zgjedhe ti një mënyrë që ti kishe pas qef me të folë ty dikush. Dhe me thonë, nëse e kik asë një që të nuk po të bojnë sens, hudhe të gjitha edhe merre që të fjali. Qysh kisha pas qef më folë mu dikush? Qysh më kish qetësu mu dikush? Qka më thonë dikush më kish qetësu mu? Edhe që të fjali thuja vetes. Dhe gjdo dit nga pak. Idealja kishtë qenë edhe nëse pasaj ngrit pritshmërit ndaj vetes ose shtën praktika ose çka do qoftë, po gradualisht nga dalë. Okej, po i shoh që janë dushtu edhe disa, kështu që disa informata u thanë, disa informata po i lajmë edhe për sesionet e radhës, po nëse ka dikush pyetje diçka, mundeni patjetër me shënu, por mos harroni që gjithë shka është e mirë, çdo teknik është e mirë, çdo gjë është e mirë nëse përshtatet për juve. Sepse, unë gjithmonë thamë, nëse nuk të pëlqen zoni jam meditim, gjeje dikant tjetër, nuk do me thonë që është gabim zoni jam ose teknikat. Jo, se nuk janë gabim se më kanë funksionu edhe ma kanë ru jetën, po se cili njeri është ndryshe, kështu që gjeje mënyrën, gjeje teknikën, gjeje mënyrën që zemrës shpirtit tani pëlqen me t'i folë dikush, ose vetë meditimet edhe gjitha praktikat mundesh me i bë edhe vetë. Unë tash këtu kom do mendjen për meditim me ndo teknikat, praktikat, po e vreni gjithçka po ka lidhje edhe me përditshmërinë, edhe kur jetu gatu, edhe kur jetu fol, edhe kur jetu e bën punën. Për shembull, shumë njerëz, a disa mëdhime njerëz ku thojnë,
veç po e kry punën që aty sa me e marrë një pagë. Pa tjetër që paga ka shumë rëndësi, edhe vetë punoj për me pas pagë, për me pas gjithmonë shumë e ma shumë, sepse të mirat materiale janë shumë të mira. Bili në shekullin që po jetojmë, duhet me pas gjithmonë shumë e ma shumë, sepse teknologjia gjithçka po avancohet. Po nëse hymë me njetën veç ta kry, veç ta marrë një pagë, atëherë nuk jem të e ditë që vetës mas pari jem të i badam. Pse jem të i badam? Sepse brenda vetës jemi të e la vetën në një energji të olt. Dhe me thashtë, jo një energji e dashuris, jo një energji e entuziazmit, me hy me entuziazm, me motiv, me inspirim, me edhanë 100% tanë. Edhe kur s'mujmë 100%, zdo me tha gjithmonë që mundemi, qaqë sa ti menon që është maksimumi yt, atëherë, a fëshe, se gjithmonë më busqeshi para qëtyne situata, ose para këtyre njerëz, dhe këthoj, nuk u merë vesh shefi ose ajo, hajtë veç e kry që aty ta marë pagën. Dhe të njëjtë njerëz dalin pastaj, jo nuk njëna mirë, jo nuk jam i plotësum, jo kjo punë kështu, jo kjo kështu. Pse? Po e shini cila është përgjigja? Sepse njëti, qasja, pritshmëritë ndaj asaj pune janë tepër në nivel të olt. Çka nën kupton kjo? Që duhet jo punën me bë për shefin e për ato. Nuk po tham se ka ditë që patjetër që nuk njihemi motivuar 100%, edhe vetë kam asaj ditë. Po flas në një konstante. Nëse rregullisht na jemi në ndjesin që hajtë veç ta kry shkele shka, kjo shpreja shkele shka, damin më të madhe nja bëjmë vetës. Nuk ka të baj që na jemi naiv, edhe thjesht nuk po e kuptojmë që punën muj me bë dhe shkele shka. Jo. Dashurin që ti e nin mrena, plotësin që ti e nin mrena kur e jep punën 100%, ajo nuk ka të baj pa tjetër me personin që e merë. Ajo ka të baj 100% me ty që po e jep, sepse ti kur e jep në gjatë mënyrë, e shet që produkti yt është shumë i mirë, e shet që po merret shumë mirë, klienti po ndahet i kënaqur ose kush do qoftë, atëherë ti mrena që lizat tua, sistemi yt nervor, gjithçka fillon edhe krijon një energji tjetër, e gjithçka lidhet te energjia, apo e vërin, gjithçka është energji. Po ke ult emocionalisht, s'ki me mujt as buka, as me mendu, as kur gja me shiu. Po ke nalt emocionalisht, gjithçka ka me shku ndryshe. Kështu që gjithçka nis se qysh na i qasem i gjanave. Nuk ka rëndësi a jeni një pozit, shumë të nalt, se cili e definon pozitën, cilën a i ka dëshirë. Adin ky dallimi i profesioneve. Unë edhe me utranu nuk di me pikturu. A kam qef, kam shumë qef me pikturu, po nuk di. Kështu që unë e këshyri ku unë kom zgjedhë me kanë, që aty me qenë e mirë dhe e mjaftueshme dhe me sjell produktin në mënyrën qysh e meriton ai klient që më ka zgjedhë ndoshta më ndjek ose me marr produktin për meje, dhe njëjtën kohë nuk harroj që ajo që unë po menoj që po ja bëj tjetrit, hajtë se nuk e merr vesh, hajtë se anej, hajtë se kënej, në ndia, shpirti, që lizat tona, dëgjojnë gjatë krejt kohës. Dhe po e thashun, hajtë se nuk e merr vesh anej, kënej, ato vetë janë të e një brenda meje, dhe në momentin që është sikur, po kthehemi prap, jemi kompjuter biologjik, do me thonë jemi të e instalu brenda vetës që të mashtrimin. Na po menojmë që po e mashtrujmë tjetrin, a realisht jemi të e mashtru veten, sepse kjo të përkthehet në lodhje, molisje, monotoni, s'ki forcë me nis diçka të re, s'ki forcë me bë diçka të re, kështu që prandaj gjithmonë e përkufizoj. Ato që po mendon që po ja bën tjetrit, realisht ti të ja bë vetes. Kështu që te kjo, apo e vreni gjithçka po nis me vedije, me vezhgim, çysh jam të vepru, çysh jam të fol, çysh jam të sjell, çka jam të bë. Dhe momentin që i vezhgojmë sjelljet, reagimet, gjana tona, që aty është qelsi, që pastaj me ngrit nalt e manalt. Këta me ngrit nalt e manalt, për mu s'ka të bëj vetëm me titull akademik, sepse titullt akademik edhe shkenca dhe gjithçka mbrihen, një njeri që është shëndosh e mirë, i mëson teknikat, e ka disiplinën, arrin gjana në jetë, po mos të harrojmë që të anën shpirtërore, që të inteligjencën emocionale. Kjo ka shumë rëndësi, sepse po unë të mirë emocionalisht, do me tha nuk na ndalë kur gja. Na muj me arrit, në jashtësi arrim, po qatë knatësin, qatë mbushjen brenda shpirtit ton, që ata kemi me gjithmonë të e kërku, sepse inteligjencën emocionale e kemi ndoshta shumë pa zhvillume. Po e patëm të zhvillume, po e kuptu mas pari veten, kemi me kuptu edhe botën për rreth. Po nuk e kuptum veten,
kemi me pas probleme dhe konflikte dhe gjana gjithçka dhe me botën përreth, sepse gjithçka nis nga mënyra çfarë syza kemi vendosur na me i ngjit që me pa botën. Do me thonë, çfarë syza i kemi na të vendosura, ashtu e shohim botën. Mënyra qysh na kemi vendosur me mendu, qysh na i shohim botën përreth nesh, çajo botna na paraqitet. Kështu që kur thot dikush ka probleme, ka këto pa rregullsi dhe e shoh që nuk e bën asnjë hap, unë them po ke plotësisht e drejtë. Anën tjetër kur dikush thot po ka çat shumë mundësi, po s'po kam kohë mjaftueshme me ja dal, edhe ai ti them ke plotësisht e drejtë. Për çka? Për shkak se të dy personat në të njëjtin vend, në të njëjtat rrethana, me të njëjta situata, kanë vendos me pa në kënd vështrime të ndryshme. Kështu që gjithçka në këtë jetë është duale. Sikur e bardha, e zeza, nata, dita, këta janë shembuj që i kalon krijuesi, vetëm na dëshmon që është që ky far balanci, është dualiteti, po që na vendosim se si edhe në çfarë mënyre e shohim jetën përreth. Okej, atëherë po nisim ka dale. Po ju përshëndes të gjithëve që edhe tash u shtut, faleminderit shumë për përshëndetjet dhe jam shumë e lumtur që jemi bashk këto informata, këto unë i quj të vërteta, këto gjana se di janë që i dim, po kjo zhurma e jetës, kjo rutina e përditshme, kjo veç shpejt pa e dit as ku po shkojmë, na ban me i harru. Po bëhemi mbretër se cilit e jetës tonë. Unë e kam një shprehje, ta ndërtojmë se cili jetën tonë si një prallë, si një kala, si një mbretëri dhe të zgjedhim me qenë mas pari personazh kryesor të asaj mbretërie. Kjo s'ka të bëjë me ego, po ka të bëjë me ato që aq shumë kemi mundësi me ndiku, aq shumë kemi mundësi me dhënë, aq shumë kemi mundësi me bë për botën. Po nuk e rregulluam fillimisht botën e brendshme, dhe si po rregulloj ka bota e brendshme me shembuj shumë të vegjël, shumë të ngadalshëm, me hapa shumë të thjesht, po të përditshëm. Dhe me thënë, çmimi që e paguajmë të puna me veten është që duhet çdo ditë. Nuk është vetëm sot e bëna një meditim, sot e bëna një lutje, sot një falënderim, sot punova mirë dhe 30 ditë tjera thjesht po skip gjanave. Kështu nuk funksionon, sepse mendja, nëndia, ndjenjat, emocionet janë 24/7 të aktivizume dhe veç rrinë veç gojnë se ka po ja u japim na orientimin. Faleminderit shumë, atëherë po nisim ka dale. Për juve që sa po erdh mundeni, po e përsëris prap me pa videon prej fillimit, kemi jap disa sqarime bazike, po që kanë herë tu i harru çto bazat, tu kap që ma shumë informata tjera, e tu i harru bazat, po na krijohet një farë mjegulle brenda nesh dhe po e kemi ndjesinë që janë gjëra të pamundshme, çka do qoftë këtu që po fliten për zhvillimin personal. Po e nisi meditimin nga dale, unë në një pjesë e sqarova, po për shkak që u shtun edhe disa, po e sqaroj shumë shpejt. Do të bëjmë një meditim të thjesht në grupet e hapura, gjithmonë meditimet do të jenë të thjeshta, për shkak se ka njerëz që ndoshta janë për herë të parë, ka njerëz që ndoshta nuk e dinë se si funksionon meditimi, kështu që unë do t'i bëjmë neutrale. Meditimi do t'jetë me disa frymarrje të thella nga fundi i barkut, një frymarrje vetme e ndjen që po e merr dhe e liron. Kur e liron, mundeni me liru nofullën, supët, sepse mbahet ngarkesa e ditës dhe relakson komplet trupin. Pastaj do ta ndjejmë çat ndjesinë që thash, ndjesia ose që ishte sikur ndjesia e nxitimit, sikur energjia sikur je në nxitim. Do thotë në momentin që e ndjen që je sikur në nxitim, tash do ta balancojmë, tash do ta relaksojmë. Kjo do të jetë pjesa e dytë dhe pastaj pjesën tjetër vetëm do të jemi në vëzhgim të trupit, edhe në fund do ta shohim veten, do t'ju lus që t'i ngrehni shpatullat, ka shumë rëndësi. E di që duket teknikë shumë e vogël, shumë e thjeshtë, shumë pa kuptim, po provoni me pyet veten, a rri këtë kohën do të thotë sikur i krusur, apo jam të nejt sikur kam fitu diçka, sikur po fitoj, sikur fitimtar, sikur një person që po e din që po kërkon për jetës vet. Po i ngrehem, veç pak, provoni që edhe tash, ngrehni vetëm pak supët, keni me vrejtë që një farë vetbesimi, një farë energjie, nështë a jo tepër e madhe, po thjesht trupit, sistemit të nervor, jetu ja dërgu sinjal
që ne nuk jam të nejtë ashtu i krusën si me kon faj kretë kohën, si me qenë në frikë, po jetu ajo sistemi të nervor komplet atë bindjen, sikur për në thëtë të Loreta, sikur me shliru Kosovën. Na jemi të bëjë shlirime shumë mëdha në trupin tonë, kështu që është njëjtë si me shliru Kosovën, mas pari ta shlirojmë, ta relaksojmë, ta përqafojmë, ta dojmë veten, ta mësojmë veten se si funksionojmë, që ky kompjuteri biologjik ta shohim se si funksionojmë, t'ja marrim vetes dorën se si funksionojmë, atëherë shlirojmë me Kosovë krejt. Kështu që unë gjithmonë tham, unë këto gjana nuk i baj vetëm për veti, sepse për veti di me i bë tash as disa vite, po thjesht pse i ndaj është se e di nëse një njeri brenda familjes e merr një teknik tillë, bisedon me një shok, me një shoqe, me diçka, ka ndo për rreth, hiç me kërkan, me veten, ai ndikon. Kjo më tham, uroj që bëhet ngjitse sa më shumë, ngjitse pozitive, do thotë shpërndarja e informatave të tilla. Atëherë, po fillojmë nga dalë, kush do që ka dëshirë me u bashku në meditim, e keni një meditim të thjesht, vetëm duhet, po i shoh edhe disa të sesioneve tjera të meditimit kështu, që ndoshta mund të dikush më ndihmu, apo dëgjohet muzika. Po dëgjohet. Klementina, të falemderit edhe ti, përqafaj shumë. Po dëgjohet, po shpresoj që, po, perfekt. Atëherë nisim, ju përqafoj fort, thjesht edhe nëse je për herë të parë në meditim, është shumë okej, mos ke fare pritshmëri. Ti që je i avancum, ose thjesht ke përjetu meditimet e ndryshme, çka do qoftë, dhe po ke dëshirë të bashkohesh sonte, lejoje veten me qenë fillestar. Lejoje fare mos e ke mendjen, tash është kështu, tash është ashtu. Analizën e mendjes vetëm off për pak momente, edhe vetëm liroje trupin, relaksohu. Kështu që, po nisim kadandale. Okej, po më duket tash është në rregull zoni, është pak më nalt, buke, e di që e kërkove me ngrit, kështu që, po ja nisim. Okej. Mbyllis syt nga dalë. Dhe ndjeje pozitën e trupit. Si e ul, si po i mban duart, këmbët, dhe vetëm lejoja trupit të relaksohet. Ky moment është vetëm për ty. Çdo mendim, vetëm lejoje të largohet. Ndjej çepallat e mbyllura dhe ndjej syt sikur po relaksohen. Liroje nofullën e poshtme dhe ndjeje si po relaksohet komplet ajo pjesë. Liroj supet dhe ndjej sikur komplet po lëshon gjithçka që të ka sjellë për ditëshmëria. Je i sigurt, je i qetë, dhe kjo kohë është vetëm për ty. Trupi, mendja dhe shpirti yt e meriton këtë moment.
dhe fillon nga dal të marrësh frymë nga fundi i barkut. Një frymarrje të lehtë, të thellë. Ndjeje si po mbushesh me një energji të re. Mbaje pak dhe liroje komplet, kështu si unë. Dhe ndjej si po relakson çdo pjesë të trupit. Merr prap frymë thellë nga fundi i barkut. Po e ndjen frymën në gjoks, në qafë, deri te kunda. Mbaje pak. Dhe liroje komplet, por liro gjithçka. Gjithçka, çdo ngarkesë, gjithçka që kishe në përditshmëri. Ndjeje sikur po del me frymën tënde. Merr prap frymë thellë, aq ngadalë, sa duket sikur s'po merr frymë fare. Por ndje një qetësi që po të mbush në çdo pjesë të trupit. Mbaje pak dhe liroje komplet. Dhe lejo muskujt e gjoksit, e krave, e barkut, e këmbëve, të komplet trupit. Lejoj të gjithë muskujt të shkrihen ngadalë. Ndjeje sikur një fllad, sikur një freski pranvere në të gjithë muskujt. Çdo ngarkesë, çdo tension po shkrihet. Komplet kockat e trupit po shkrihen në këtë energji. Dhe sikur po kthehesh komplet në një puhi, i lehtë, i relaksuar. Dhe tani, ndjeje trupin komplet brenda. Vetëm vëzhgoje dhe ndjeje. Si po e ndjen energjinë brenda trupit tënd. Apo ndihesh qetë, apo po e ndjen si një rrymë, si një energji. Më të shpejt në trup. Mos gjyko asgjë. Vetëm ndjeje këtë energji në trup. Dhe pyet veten. Si e ndjen energjinë e trupit gjatë ditës, gjatë krejt javës. A ndihesh sikur je gjithmonë në nxitim,
Apo është energjia jote si një puhi, e lehtë, e qetë? Pyet të veten sinqerisht. Si ndihesh gjatë krejt kohës? Si e ndjen veten në përditshmëri? A ndihesh sikur gjithçka është shpejt, sikur gjithçka po kërkohet me nxitim? Apo e ndjen një energji të butë, të qetë, të freskët, të lehtë në trupin e mendje? Vetëm ndjeje pa asnjë gjykim. Vetëm ndjeje sikur po e shikon veten. Si reagon në përditshmëri? Si flet? Mos gjyko asgjë. Vetëm paramendo që po e shikon veten, po e vëzhgon veten, si ndihesh dhe si reagon në përditshmëri. Bëje të vetëdijshme tani. Dhe në këtë moment, çfarë do ndjesie që po ta jep trupi? Ngadalsoje ti, bëje të qetë, relaksoje atë energji. Fillon nga mendja, ndjej sikur mendimet e shumta po valviten si gjethe. Ndjeje energjinë e trupit dhe ktheje në harmoni. Ndjeje si po lëviz ngadalë, dhe sa më e lehtë që po bëhet, aq më shumë po relaksohesh. Dhe ndjeje mendjen e qetë. Trupin e qetë. Energjia në komplet trupin është në relaks e në harmoni. Dhe në këtë moment, ndjeje në mes të zemrës, sikur një val relaksi, po del nga mesi i zemrës, në anën tënde të gjatë, të majtë. Kjo val po lëviz. Gjatas, majtas teje, po kalon në bark, në kofsh, deri poshtë tek shputat. Po ngjitet lart tek qafa,
komplet koka dhe po të rrethon komplet trupin. Ndjeje edhe jashtë trupit këtë valë. Është komplet për rreth teje. Je në relaks të plot. Në mendje i qetë. Ndjeje mendjen të qetë. Në trup i relaksuar. Dhe merë frymë thellë nga fundi i barkut. Dhe liroje komplet nga dalë. Liroj muskujt. Liro komplet çdo pjesë të trupit. Merë frymë prapë thellë. Dhe kur po e liron, fillon nga dalë, të kthesh vëmendjen, këtu dhe tani, lëvizi pak duart, dhe kur do që e gati, hapi sytë nga dalë, dhe ktheu nga dalë, këtu dhe tani. Po shpresoj që arritet me ndjej meditimin. Ishte diçka shumë e ndjerë, shumë e thellë. Dhe po e vreni, nuk ka diçka jashtë nesh. Të gjitha teknikat, të gjitha praktikat janë brenda nesh. Vetëm mos të harrojmë me ja rikujtu vetes që gjithçka nis me frymarrje të thella, me relaks, me qetësi, dhe pikërisht aty ku mendojmë se nuk kam kohë që të relaksohem, që të qetësohem, pikërisht në atë moment falja vetes disa minuta, disa sekonda, disa frymarrje të thella, falënderim, lutje, çka do qoftë, gjeje mënyrën se si ka dëshirë shpirti yt t'i flasësh. Dhe nëse ti nuk mësohesh me i folë shpirtit tënd, bota mësohet me të folë, dhe bota nuk ka asgjë kundër nesh, po na flet nga perspektiva e vet. Kështu që të mësojmë se si mundemi me mësu me i folë vetes. Dhe kur mësohemi, pastaj jemi komplet me një qasje tjetër. Komplet na zgjedhim se si dojmë me pa botën. Jo me energji të ulët, po gjithmonë nalt e manalt, sepse ka pa fund gjana të bukura që mund me marrë nga jeta. Sepse nuk jemi ardhur në këtë jetë vetëm me hangër, me pi, po thjesht ka shumë e më shumë. Faleminderit shumë për fjalët e mira, ju përqafoj secilin për ju shumë. Jam shumë e lumtur që ishit këtu. Faleminderit që keni nda kohë. Po e mbylli ashtu si e nisa, kur ndajmë kohë për vete, nuk kemi nda veç për vete, kemi nda edhe për njerëz për rreth, për një botë më të mirë edhe për gjithçka tjetër. Faleminderit pa fund, ju përqafoj shumë, shumica për juve jeni familjar, jeni shoqënie jamja e ngushtë, jeni komplet njerëz që ndoshta e keni nisë këtë rrugtim, me disa për juve e kemi nisë bashkë, me disa po njoftohemi për herë të parë, fare nuk ka rëndësi kur ja nisim, ka rëndësi që kur ti marrim këto informata, ti zbatojmë edhe ti qojmë çdo herë para për para. Ju përqafoj shumë, patjetër që do shihemi edhe në sesione tjera, gjithmonë ka shumë e ma shumë, po deri atëherë kujdeseni për veten, fillimisht për veten dhe pastaj gjithçka për rreth merr kuptim tjetër. Ju uroj një natë mirë, mbeqeni me shëndet dhe ju përqafoj fort. Çdo të mirë.